Në Korçë po zhvillohet nisma e parë bullgare e kushtuar riprodhimit të asistuar. Specialistë nga vendi fqinj do të ofrojnë ndihmë mjekësore falas për çiftet shqiptare që përballen me vështirësi riprodhuese. Në qendër mjekësore BMC në Korçë u prezantua projekti Bullgaria dhe Shqipëria, së bashku për edhe një fëmijë të lindur. Një bashkëpunim midis Fondacionit Bullgar Duabebe dhe shoqatës për miqësi bullgaro-shqiptare. Nisma mbështetet nga Balkan Medical Clinic dhe Fondacioni Kujtesa Bullgare, që synon të ndihmojnë çiftet shqiptare që ndërojnë të bëhen prindër, duke ofruar shërbime profesionale në fushën e riprodhimit të asistuar. Jemi bashkë për të bërë gjëra të mëdha. Dua të falenderoj të gjithë ju për gatishmërinë e këtij bashkëpunimi dhe drejtorin e RTSH Korçës për mbështetjen e vazhdueshme. Ne mbajmë premtimet që bëjmë. Jemi këtu për ekzaminimet e radhës për popullsinë vendase, për të asistuar në problemet e fertilitetit. Ky donacion i joni është i pakursyer dhe pas pustecit kemi ardhur në Korçë për të dhënë mbështetjen tonë në këtë fushë, por edhe në shumë fusha të tjera. Projekti i cili po lançohet sot, pra një projekt i cili synon të ndihmojë çiftet e reja që kanë probleme të riprodhimit, është një projekt shumë i rëndësishëm. Të gjithë e dimë se sa e rëndësishme është për një familje, për një çift të ri që të ketë fëmijë dhe çfarë problematike dhe çfarë stresi shkakton mungesa e fëmijëve për arsye të ndryshme mjekësore. Shpresoj që të jetë një projekt i cili të ecë me sukses jo vetëm në fazën e parë të diagnostikimit, por edhe në ndjekjen e mëtejshme. Kemi mundësi shumë të mëdha për të shkëmbyer edhe në fusha të tjera, ndërmjet Bashkisë të Korçës edhe Bullgarisë, dhe ne jemi të hapur për të bashkëpunuar, siç thash, në çfarëdo lloji fushe dhe në çfarëdo lloji projekti që sjell një përfitim të prekshëm për banorët edhe për komunitetin tonë. Në krye të ekipit mjekësor që vjen nga Bullgaria është doktor Gjorgji Nikolov, drejtuesi i qendrës Reprobiomed, një nga emrat më të njohur në këtë fushë në vendin e tij, me përvojë të gjatë në trajtimin e problemeve të fertilitetit dhe shëndetit të gruas. Kemi më shumë se 20 vite që merremi me mjekësi riprodhuese. Shumë vende të Ballkanit kanë problem riprodhimin. Ne jemi këtu për ta zgjidhur këtë problem. Për disa ditë do të jemi në Korçë për të mbyllur fazën e parë, atë të vizitave dhe diagnostikimit, dhe më pas do të vijmë periodikisht deri në zgjidhjen e rasteve që do të marrim përsipër. Nisma synon të kthehet në një traditë të përvitshme si një urë bashkëpunimi mes dy vendeve dhe një shpresë së re për shumë familje shqiptare.